Propozimi i presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky për një takim të drejt me homologun rus Vladimir Putin dhe për një arpushim për gjatë vijës së frontit nuk ka ngjallur shumë optimizëm mes qytetarëve Ukrainas. Në Kiev, shumë banor kanë shprehur dyshime se letra e hapur e publikuar nga Zelensky mund të sjellë ndonjë ndryshim real në konfliktin që ka hyrë në vitin e 5. Sipas tyre, qëndrimet e Rusisë mbeten të pandryshuara dhe nuk lënë shumë hapësirë për një marrëveshje të shpejtë paqeje. Një pjesë e opinionit publik vlerëson se mesazhet e ngjashme janë injoruar edhe më parë nga Kremlini dhe se një letër e re nuk pritet të ndikojë në llogaritjet politike dhe ushtarake të Moskës. Megjithatë, ka edhe zëra që e konsiderojnë nismën si një lëvizje të rëndësishme diplomatike. Sipas tyre, dokumenti synon më shumë t'i tregojë botës perëndimore se Ukraina mbetet e hapur ndaj dialogut dhe zgjidhjes paqësore të konfliktit, pavarësisht vazhdimit të luftimeve. Në letrën e publikuar të njëjtën, Zelensky propozoi një takim personal me Putinin dhe sugjeroi që arpushimi për gjatë vijës së frontit të shërbejë si piknisje për negociatat më të gjera. Nga ana tjetër, Kremlini konfirmoi se e kishte marrë letrën dhe se presidenti rus do të informohej për përmbajtjen e saj. Deri tani nuk ka pasur asnjë reagim publik nga Putini lidhur me propozimin. Ndërsa lufta vazhdon të shkaktojë humbje të mëdha njerëzore dhe materiale, shumë ukrainas shpresojnë ende për paqe, por mbeten të kujdesshëm në pritshmëritë e tyre për çdo iniciativë diplomatike që synon të jap fund konfliktit.